Qysh funksionon kerin? Në pjesën e 8 kem folë se kajen ajri qysh pastrohet edhe që përzihet me karburant, në këtë rast me benzin. Benzini zakonisht e ka rezervoarin në fund të kerrit. Kjo ka arsye të ndryshme, si për shembull për me shpërnda barabart peshë nëpër karoseri ose edhe për shkaqe sigurie, që nëse bën ndeshje përpara, mos mu kon rrezik karburanti, se kogja shtrejt u bo litra. Tash për me mri benzini dej në motor, e kena mrena në rezervoar një pumë që ta bjen benzinin në motor. Edhe karburanti t'i vy një filter për me pastru. E ka rëndësinë e njëjtë sikur ajri që do të me koni paqt. Njëjtë mund me dëmtu motorin edhe karburanti me burllog. Që ata është më rëndësi edhe ky filter mund ndru rregullisht. Tash masi t'kalon benzini nëpër filtera, mrin edhe dejt e injektorët. E injektorët janë si pës-pëstat e xhomav, ta spërkati benzinin aty ku duhet, direkt ose indirekt, që shë këm spjegu edhe në pjesën e 8.